Një pjesë të kosovarëve tiklin në Turqi, i përzonë në Turqi, do të thënë. Ata pretendonin që, dhe akoma sot thonë, është djepi qytetërimi serb, e i shpirtit serb, do se kanë ato manastiret e më të thash. Do të thënë, serbët akoma se kanë parë, Miloševići me këtë po fiton. Prandaj dhe mbarën këtë qëndrim, se nuk është aq budalla. Unë kam dëgjuar, kur i tha njerë Kalaballikut në miting, që shikon, mos u ankoni për qëndrimin tim ndaj Kosovës. Kanë miq shumë të mëdhenj. E kështë fjallën për Amerikën. Është Amerika më rabatyre, unë s'po luftoj me Kosovarët, unë po luftoj me Amerikanët. Dhe të thënë, serbët akoma, a i fiton vota me këtë qëndrim, edhe a i biznesmen është. Vota kërkon. Ku është Vučić? Vučić, sigurisht. Biznesmeni politikës, nuk po them, nuk prodhon në gjopa. Biznesmen, a i mendon se nga meren votat. Si meren votat? Votat meren duke mbajtë këtë qëndrim që Kosova është Serbi. Ne se jemi dakord nuk do të pranojmë kur. Një lojë si që... Zoti Kurti në Kosovë, si i merë votat. Ja ma duke të thëmë që ne vendosim, ne si du mas Amerikanët... Dhe vërteta është krejt ndryshe. Jo, së është ndryshe. Po prishet dhe edhe po e bënë se tani. Por se bën do të hapur. Edhe po e bën kështu, ja, kundërshton, nuk pranon këtë... Pse mendon që e ftuan tash në Amerikë? A e ftu? Pse mendon që e ftuan në Amerikë? Se ftoj njëri në Amerikë, shkoj vedej. Po, Po, sigurisht. Ka ta kuca njërës, sigurisht ai nuk është kryeministër i një vendi, po nuk se ftoj qeveria amerikane. Jo, Jo. Se dëgjuam, ca kongresmen kishtë taku. Nuk e takoj në njëri nga departamenti ose nga shtëpia e bardhë, jo, po. Po shpesher është përflit, dhe më thonë në emisionin tim nga ish kryeministri Haradinaj, po dhe shumë njerëz tjerë që dyshojnë, dhe më thonë, në pikpamjen në natyrën e Zotrit Kurti, sa ka qenë i burgosur politik në Serbi. Çfarë mendoni ju? A është problem për sigurinë kombëtare siç mendojnë ata? Nuk di ta them, do ishte gabim që të prononsohej shumë. Ai ka qenë, me sa diu, një vit e gjys, 2 vjet burg. Në Kosovë, pastaj e liruan. Në Serbi, pastaj e liruan. Ma jeni taku gjatë luftës në herë me ta? Jo. Sa i ka punu në zyre të Adem Demoqit? E di që ka qenë, pas Demoqi nuk ishte zyrë këtu. E di që ka qenë se e kam lexuar biografinë e vetë, se më intereson dhe të me ditë do. Tani, jo atëherë kurisht, kam nga shiku në 2002, ku Albin Kurti se njifte kush. S'kam pas rast me e takuat njëri. Por lexova biografinë dhe kam parë që me sa duhet është njëri i zoti për të bërë propagandë. I zoti për të bërë propagandë? E për të udhëheq shtetin ju, a? Për me udhëheq shtetin? Shiko, të thash janë interesa. Interesi kryesor i ti, sipas me. Nuk është Kosova. Është pozicioni i ti. Dhe pozicioni i ti kërkon vota. Dhe votat merren në këtë mënyrë. Duke i bërë qefin qytetarëve kosovarë që me sa duket nuk janë aq të informuar, nuk janë aq vuajnë për një çik patriotizëm, se thash. Ka të nëvush. Kjo është arsyeja. Nëse doni me një temë tjetër tek vrasja e Azem Hajdarit. Keni thonë shumë herë që Azem Hajdari nuk ishte vrasje politike? Jo, unë asnjëherë. Jo, Absolutisht jo. Për shka, do më thonë ti ke thonë që nuk është vra nga shteti. Azem, jo, nuk është vra nga shteti, se në shteti isha unë atëherë, isha Fatos Nano, nuk kishim asnjë interes. Po vrasje politike ishte, a? Jo, s'është vrasje politike. Ato e përdori politika, e përdori Berisha, praktikisht. Në çfarë forme? Në formën që ai njifte Tropojën, kishte njerëzit e vetë, dhe Tropoja edhe në atë kohë ishte ndarë me 2 kampe, një kamp që ishin më afër socialistë, një kamp që ishin demokratë, se kishin Berishën. Dhe e dihesh që me Haklet kishte një konflikt Azem Hajdari. Pretendohesh që një nga vëllezërit Hakle ishte vrarë, jo nga Azemi vetë, po nga njerëzit e tij. Nga njerëzit e tij, për hesap ti, me thënë më mirë. Dhe dihesh që ata edhe mburreshin, me thënë drejtën në Kosovë, se me zakonet janë andej, në qoftë se do marrësh hak, duhet ta thuash se marrësh hak dhe se haku nuk merret për gjakun tënd, merret hatët Kalaballikut, që vinë rreth rrollë, bile ta kërkon Kalaballiku rreth rrollë.
Dhe ne dinim këtë gjë, ne patëm këshillu Azemin, na falenderoj praktikisht në si shik. Dhe në televizion ka dalë dhe tha, po, unë kam marrë. Se ja qumë lafin vetë, po më shumë ja thamë ministrit brëndë, ta asaj kohë që kishtë qenë në një parti me Azemin, kishtë qenë partinë demokratike, dhe kishin sa ju një parti më vete, do ona e njifte Azemin personalisht. Dhe ja kishtë thënë dhe Azemin tha në televizor, që unë falenderoj shikun edhe ministrin e brëndshëm që e informuan që shiko ka tentativa, i ditha dhe i ka marrë masa. Bas jam.